Vajzat e reja dhe jo vetëm, shpesh përfundojnë të dhunuara fizikisht apo psiqikisht, vetëm duke dashur të besojnë se ai po ushtron kontroll nga dashuria. Vazhdojnë ta tolerojnë duke dashur t'i besojnë zemrës, duke heshtur mbi presionin që ushtrohet ndaj saj, derisa vjen në shprehje dhuna fizike. E në rastet më ekstreme, pasojat mund të jenë edhe fatale. Duke marrë shkas nga rastet që ndodhin gjithandej në përbot dhe jo vetëm tek ne, psikologët alarmojnë se dhuna nuk shfaqet gjithmonë me shuplakën e parë. Ajo fillon më herët, nëpërmjet kontrollit, xhelozisë që maskohet si dashuri, por fatkeqësisht, shpesh herë vajzat nuk e kuptojnë se gjenden brenda një rrethi maltretimi. Psikologja Blerita Mazlam ju apelon vajzave që në çdo ndjenjë jo të këndshme që mund të ju shfaqet, ta komunikojnë këtë me familjen dhe shoqërinë e ngushtë, por në asnjë formë të mos vendosin të heshtin e të durojnë. Për fat keq, s'kan vetdije shumica e vajzave të reja se janë duke u dhunuar psiqikisht. Ata e shohin se janë duke u maltretuar realisht, mirë po e shprehin si një lloj formë dashurie. Dhe për atë arsye janë duke toleruar të dashurin, t'i kry gjithë ato veprime tek ata. Unë apeloj në momentin kur ti do kesh emocione negative, ndjenja të pakëndshme. Është mirë që ato ndjenja ti tregosh, ti ndash me familjarët tu, me shoqërinë tënde. Dhe nëse dikush të reagon dhe të shef se diçka nuk është në rregull, apo ti vetë me vetdijen tënde vetëdijsosh se je duke përjetuar një formë të dhunës, është e rrugës që menjëherë të reagosh, të paraqesisht, të bisedosh me familjarët e tu. Dashuria, për shembull, nuk do të thotë se duhet ta tolerojsh dhunusin. Mund ta ndalosh, ta stoposhat, që mos mbarojnë me fatalitet shumica e gjërave që kanë filluar veçmë. Dashuria, thotë ajo, nuk duhet të lëndojë, ndërsa rruga drejt shpëtimit nis me hapin më të thjeshtë, të flasësh pa i menduar paragjykimet. Le mos burgosen në rrjetin e paragjykimeve, po le të hapen, le kërkojnë ndihmë, le mos tolerojnë dhunë, qoftë edhe ajo psiqike, nëse ndjen keq tërkohës të dhunuara apo të maltretuara, normal se ka ndihmë dhe për çdo problem ka zgjidhje. Nuk është zgjidhja e vetme dhuna apo dhuna fizike, nuk është rrugdalje, ato mund të kërkojnë ndihmë dhe mund dalin prej asaj situate, jo ta tolerojnë edhe pastaj të eskalojë situata, siç shohim dita ditës ka vrasje të ndryshme të grave që ju bëhen. Mirë po, deri atë ditë nuk kemi kuptuar se ajo ka përjetuar një lloj dhune psiqike. Psikologja apelon edhe tek prindërit që sa më shumë të komunikojnë me vajzat e tyre. Nëse ka nevojë, të konsultohen edhe me njerëz profesionistë në momentin që në një situatë të caktuar nuk dinë se kush do të ishte qasja më e drejtë ndaj një problematike të caktuar që i përkasin veçanërisht periudhës së adoleshencës. Mendoj se cili prind e bën, mundohet maksimumin ta bëj, aq sa din, edhe aq sa i ka njohuritë e veta, mundohet maksimum për fëmijët në këtë periudhë të jetës. Mirë po, ka gjëra që nuk i din, çelësi krejt këtyreve është komunikimi, drejtimi, drejt psikologëve ndoshta të kërkosh ndihmë kur sheh se diçka nuk është në rregull me vajzën apo me djalin. Gjitha ato ndryshimet në pubertet mund të kërkosh ndihmë dhe të kërkosh një mendim profesional. Nuk është turp të kërkosh ndihmë te psikologu, kështu që secili mund të drejtohet edhe mund dalë prej ndonjë lloj situate ku gjendet për momentin. Më mirë në kohë ta prevenojsh situatën se sa të nesërmen të mbarosh duke u vrarë nga dikush apo duke qenë dhunues ti ose dikush tjetër. Ndryshe, nga 25 nëntori fillon fushata ndërkombëtare 16 ditë aktivizëm kundër dhunës, me çrast Qendra për të drejtat e grave Etika në Gostivar ka paralajmëruar një sër aktivitetesh të cilat theksin e vendosin tek rinia. Porosia e këtyre aktiviteteve është: dhuna nuk është dashuri. Çdo shenjë e toleruar sot mund të shndrohet nesër në tragjedi. Vajzat kanë të drejtë të jetojnë pa frikë dhe të zgjedhin të ardhmen e tyre pa dhimbje. Heshtja nuk është zgjidhje. Të flasim, të kërkojmë ndihmë dhe të mbështesim njëra tjetrën është e vetmja rrugë për të ndaluar fenomenin dhe për të shpëtuar jetë.